Mirë mërama edhe mirë se vinin. Debat për një me për zgjedhjet komunale në Maqedoninë e Veriut këtë vit 2025. Sonte, në debat për një me, jemi me platformën e vetme televizive që i zhvillon debate zgjedhore mbi standardet e fact-checkut apo verifikimit të fakteve. Me këtë emision, ne nisim ciklin e debateve zgjedhore në Maqedoninë e Veriut, projekt ky që realizohet në bashkëpunim me kanalit të dytë televizionit të Maqedonisë së Veriut në gjuhën shqipe dhe Radio Televizionit Publik të Kosovës RTK-s. Për një javë me radhë, do të jemi me ju për me sjellë debate për komunave më të mëdha të cilat qeverisen kryesisht nga komuniteti shqiptar. Mirë, kemi komuna edhe të mëdha dhe ma pak të mëdha, rurale, urbane, mirë për komuna me shumicë shqiptare ku e dim që kemi shikus të cilët e përcjellin debat për një me. Këtu në debat për një me, kemi me sfidu kandidatët për kryetar me temat më të rëndësishme të vendimarrjes së tyre. Fokusohemi në planifikimin urban, kryesisht, do ta koncentrojmë debatin planifikimin urban, në dhënien e lejeve të ndërtimit, në rënimin e ndërtimeve pa leje. Pa dashur me fol shumë për asfalt, ne kërkojmë zgjidhje konkrete, plane të qarta për arsimin dhe ambientin, gjithashtu jo vetëm për ndërtime. Arsimin e ambientin e ndotur në cilin jetojmë, edhe në Kosovë dhe Maqedoninë Veriore jemi të njoftun si njerëz kogja më të ndotunit në rajon, apo qytete më të ndotura në rajon, gjë që po i përcjell edhe qytetet e Kosovës dhe në Maqedoni. I kemi ftuar gjithë kandidatët, sot i kemi ftuar. Mirë po, ata që nuk paraqiten do t'i quajmë dezertor. Ata kandidatë që janë të pranishëm në studio, presim debat me integritet, pa ofendime edhe me qytetari. Ky cikël debatesh hapet me komunën e Tetovës, një nga komunat më të mëdha me shumicën shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Disa dhëna të përgjithshme, të cilët ndoshta qytetarët e Tetovës i dim, po gjithë neve të rajonit me i përmend që regjistrimi i fundit në vitin 2021, Tetova i numëron 84.770 banor. 84.000 janë shpirta, po mos harroni që rreth 80.000 njerëz i pritën me dhjetra mira njerëz të Kosovës ja u qelen derën në 99. Kështu që numri kajherë nuk kallëzon sa zemërgjan janë qytetarët e Tetovës, të cilëve ja u dim sot e kësaj dite për nder, për atë zemërgjarësi. Po kthehem te debatet zgjedhore për kryetarët komunës në Tetovë. Në këto zgjedhje e kom nderin me pasën debat Bajram Regjepin nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, AKI, dhe Bilal Kasamin, kandidat nga koalicioni Vlen, si dhe kryetar i tanishëm i komunës, me i përmend që kandidat në Tetovë, që është komunë kogja e përzime etnikisht, janë Rom, Boshnjak, Maqedon, 2 Maqedon, 1 Rom, 1 Boshnjak, të gjithë i kemi ftu, asnjëri s'ka pranu me ardhë, por shqiptarëve ju falenderoj shumë. Është nderi jami që keni ardhë në Prishtinë me bo debat për Tetovë, edhe keni publik këtu. Po du me nisë me 2 minutat e parë të platformës zgjedhore për juve, zotni Regjepi, platforma zgjedhore e AKI-s për 4 vitet e ardhshme në Tetovë. Faleminderit së pari për ftesën për debat. Pra, programi jonë zgjedhor është përpiluar së bashku me qytetarët e Tetovës, ne kemi vizituar çdo lagje, çdo vend banim, kemi skanuar çdo problem që aktualisht është në Tetovë, është përpiluar së bashku me ekspert, me profesionistë të lëmive të ndryshme, dhe ky program është shumë koncis, shumë konkret, me vizion shumë të qartë për zhvillimin urban, për infrastrukturën, për ekonominë e Tetovës, për arsimin, kulturën, sportin dhe sidomos për zhvillimin e turizmit në Tetovën tonë.
Ai përmban 3 shtyllat kryesore. Para është planifikimi urbanistik dhe infrastruktura, e dyta është zhvillimi ekonomik dhe edukimi, dhe e treta është një administratë efikase, digjitale dhe tërësisht transparente në funksion të qytetarëve të komunës së Tetovës. Shkurtimisht thënë, vizioni jonë për Tetovën është që të bëjmë një komunë të dekriminalizuar me zero korrupsion, e cila do jetë komunë shërbetor i qytetarëve të Tetovës. Vizioni jonë pra është të kemi një qytet të pastër, të kemi një qytet të gjelbëruar me shumë terene sportive dhe për rekreacion, me shërbime efikase ndaj qytetarëve dhe investitorëve, me një turizëm të zhvilluar, siç e përmendëm më lart, dhe me të rinj që perspektiven e tyre do ta shohin në Tetovë dhe jo në migrim. Që në muajin e parë ne do të themelojmë një ndërmarrje publike e cila do të quhet Rrugët e Tetovës, e cila do ketë disa ingerenca. Kjo ndërmarrje do pajiset me njerëz, me makineri të nevojshme, me staf të nevojshëm, e cila do ndërtoj vetë të gjithë infrastrukturën e qytetit, sepse këtu po bëhen keqpërdorimet më të mëdha aktualisht në komunën tonë. Kjo ndërmarrje do bëj edhe planifikimin e qytetit, do përpiloj të gjitha planet urbane të qytetit tonë, do përpiloj edhe planin gjeneral së bashku me ekspert ndërkombëtar dhe të brendshëm, dhe sigurisht do ketë edhe në menaxhimin dhe ndriçimin publik, i cili aktualisht është dhënë në një koncesion shumë problematik privat. Ne planifikojmë, domethënë, që të gjitha institucionet i transferojmë aktualisht ku është kazerma e qytetit, do bëhet parku i vetëm i qytetit me rreth 150.000 metra katror, që do jetë i parku më i bukur në qytetin e Tetovës. Faleminderit. Ishin këto 2 minutat e parë, keni rast me folë për secilën strategji tutje në minutazhin e radhës. Bilal Kasami, plani i juaj si aleancë, si vlen për 4 vitet e ardhshme? Fillimisht falemderit për mundësinë, është debati i parë, falemderit edhe kundër kandidatit që ju dha mundësinë qytetarëve të Tetovës që të bashkëbisedojmë dhe të ofrojmë vizionin tonë për Tetovën. Duke pasur parasysh që Tetovën e gjeta në një gjendje të katrahurës, me 24 milion të evidentuar borxh komunal, me një administratë të çorientuar, pas një dokument strategjik, nga momenti i parë ju futa punës në gjitha kahjet. Duke punuar në zvogëlimin e borxhit komunës, arrita për 4 vite ta përgjithësoj, duke ndërtuar Tetovën dhe njëherësh duke përpiluar dokumente strategjike në bazë të cilave Tetova do ndërtohet në 4 vitet e ardhshme. Sot unë dal koklart, kryelart, ballhapur para tetovarve, sepse le që dal me një program të thukt dhe koncis zgjedhor, në të njëjtën kohë kemi arritur të përpilojmë 6 dokumente strategjike në bazë të cilës Tetova do të zhvillohet. Pra, duke nisur nga plani për zhvillim ekonomik lokal, pra Tetova 4 vitet e ardhshme do të zhvillohet në bazë të një plani strategjik të përpiluar nga ekspert. Duke vazhduar me master planin për ujin, kur kam ardhur në Tetovë, le që e kam gjetur Tetovën pa ujë të pishëm, por nuk kam gjetur asnjë dokument strategjik se ku dhe cilat janë prioritetet për të intervenuar, për të përmirësuar furnizimin me ujë të pishëm të Tetovës sonë. Pastaj do të zhvillohet në bazë të një plani social, duke ditur që qytetarët kanë nevojat e tyre sociale. Ne 4 vitet e ardhshme do zhvillohemi në bazë të këtij plani social. Strategjinë për zhvillimin e arsimit. Tetova 4 vitet e ardhshme do zhvillohet në bazë të strategjisë për arsim, në të cilën parashihet që synimi të jetë brenda një periudhe 4 deri 5 vjeçare Tetova të ketë mësim në një ndrim. Pastaj strategjinë për zhvillimin e turizmit. Kur flasim për turizëm, ne duhet ta dimë se cili është rrugtimi jonë dhe cili është udhërofyesi jonë. Dhe për fund strategjinë për zhvillim të voluntarizmit, ku kryesisht është parapar se si rinia jonë do të zhvillohet në të ardhmen. Faleminderit zotni Kasami, vetëm pak replikën urdhën. Do me thënë, para se kryetari aktuali komunës të tregoj se çfarë do bëj, këtu e kemi, do me thënë, atë çfarë premtoi para 4 vitesh. Është mashtrimi më i madh elektoral që ka ndodhur në historinë e zgjedhjeve në Tetovë. Fokusoni, ta shihni, do me thënë, nga të gjitha premtimet që para 4 vitesh u dhanë. Këtu janë me prioritet rreth 18, as edhe një i vetëm nuk është realizuar për këto 4 vite. Do të thënë, kjo është si e kanë shkruar vetë, ata para 4 vitesh as edhe një premtim i vetëm nuk është realizuar në periudhën. Faleminderit. Mu vjen keq që kemi një kandidat në një
qytet universitar, del këtu para qytetarëve pa pasur program. Dhe përballë kemi një kandidat që që ka një program koncis për çdo premtim dhe çdo punë që ka premtuar, kemi edhe strategjinë bazë të cilave ne do të ecim më tutje. Pra, shifet që gara është e pabarabartë dhe në këtë rast unë arrita për 4 vite të përgjithsmoj borxhin, arrita të ndërtoj Tetovën dhe këtë edhe kundër kandidati e din, sepse edhe rrugën për fshatin e tij unë ja ndërtoj, edhe shkollën e fshatin e tij unë ja ndërtoj dhe gjithçka që ka të bëjë për Tetovën unë jam duke ndërtuar. Absolutisht nuk është e vërtet, do me thënë, këto para 4 vite shpremtuan një nënkalim në qendër të qytetit, nuk e realizuan, premtuan stadiumin e qytetit, jo që nuk e ndërtuan, po kemi 2 tribuna më pak, aktualisht nuk kemi as edhe një garazh me kate të ndërtuar, nuk kemi as një pishin, edhe ato aktualet që janë të ndërtuara nuk janë në gjendje të mirëmbajnë, as edhe një shkollë të ndërtuar, përkundrazi kemi një shkollë më pak, edhe 2 të mbyllura, do me thënë nga 18 premtimet prioritare, as edhe një e vetme nuk është realizuar në këtë mandat 4 vjeçar të zotit Kasan. Fatkeqësisht vazhdon strategjinë e paraardhëses së tij në të cilës i ka shërbier, tetovarët e din çka ka bë Bilali, është pishinë e vetme ndër komunat e vetme në Maqedoni jashtë Shkupit që ka një pishinë funksionale ku fëmijët tanë shkojnë dhe mësojnë notin. Po ashtu stadiumi i qytetit për 20 vite e premtuan dhe nuk e bën, dhe në kohën tonë duhet ta di Bajrami se për të ndërtuar duhet fillimisht të prishet ajo që është dhe të ndërtohet. Dhe sot stadiumi i qytetit po ndërtohet. Po ashtu sa i përket ne sot kemi nisur edhe 2 shkolla të re për herë të parë në historinë e Tetovës, kanë nisur të ndërtohen 2 objekte të 2 shkollave të mesme, 2 pishina dhe shumë projekte tjera për Tetovën dhe tetovarët. Absolutisht nuk është e vërtet asnjë që tha, do me thënë e para stadiumi i qytetit nuk është pronë e komunës dhe nuk kanë të drejtë ta prishin, është dashur të rikonstruohet për fat të keq. Paramendoni të dashur miq se stadiumi i qytetit po bëhet me leje rekonstruimi. Nuk ka as leje ndërtimi, nuk ka as leje rekonstruimi. Pishina nuk është ndërtuar në këtë mandat, është ndërtuar mandatin e kaluar. Do të thënë këto nuk janë gjendje edhe ta mirëmbajnë aktualisht dhe gjithçka tjetër që është duke u ndërtuar pa leje ndërtimi që përbën një vepër penale si mas kodit penal të Maqedonisë së Veriut. Vjen keq se kanë përgatitur mirë. Për të ndërtuar një stadium, duhet të prishet ai që është dhe të vazhdoj të ndërtohet objekt i ri. Këto ju premtuan rikonstruimin dhe ne po e ndërtojmë një objekt të ri nga fillimi. Duhet ta mësojnë se për të ndërtuar një objekt që është leja jepet për rekonstruksion, rekonstruim nga themelet. Pra duhet prishet nga themelet dhe të ndërtohet i riu dhe ne Tetovës dhe tetovarëve po ju ndërtojmë një stadium të ri që shkëndija jonë të luajë lojrat ndërkombëtare në Tetovë. Për shkak se jemi në debat të verifikimit të fakteve, Bilal na doj me konfirmu me ty, a ka leje ky ndërtim që po bëhet, a nuk ka leje? Po mos të kishte leje, unë sot nuk do isha në debat, unë do isha sot në gjykat apo dikun tjetër. Vetëm një replik, ja përgjigja zyrtare e komunës Tetovës, ku thuhet se stadiumi është duke u ndërtuar me leje rekonstruimi. Po ajo që është më tragjike, se këto para 4 vitesh e thanë se stadiumi do ndërtohet, për 4 vite do kemi stadium të ri. Jo që nuk e bën, po aktualisht kemi 2 tribuna më pak dhe absolutisht pa asnjë plan investiv, sepse është duke ndërtuar ndërmarrja publike e transportit e cila gjeneron humbje 300.000 euro në vjet. Paramendoni duhet ndërtoj një stadium me vlerë për 10 milion euro. Kjo është një anomali, kjo është një fyrje e inteligjencës tetovare. Jeta më vjen keq edhe një herë se do të merremi me çështje absurde. Edhe një herë, për të ndërtuar një objekt që ekziston, leja jepet për rikonstruim. Nuk mund të jepet leje në një objekt që ekziston. Pra, nëse është tokë pas një objekt jepet leje për ndërtim. Nëse ka objekt jepet leje për rikonstruim. Dhe ne ju kemi premtuar tetovarëve që do të kenë një objekt të ri të stadiumit dhe do ta kenë të tillë në mandatin ton. Për 3 vite derisa ishin në pushtet, na penguan që të ndërtojmë stadiumin. Me momentin e parë kur ne erdhëm edhe në pushtetin qendror, i siguram gjithë dokumentet dhe po e ndërtojmë stadiumin. Unë po du me dalë, masi po folim për leje, po dalim fakt te planifikimi urban, drejt tek tema. Komunat kanë përgjegjësi me rregullu territorin dhe me përcaktu se ku kanë mund ndërtu banesa, ku kanë mund ndërtu hapësira gjelbërta, ku qendra tregtare, ku hotele, ku parkingje. Mu po më intereson prej kandidatëve, me ndigju vizionin e tyre për 4 vitet e ardhshme.
E di që kandidatët po koncentrohen me folë për 4 vitet e kalume, po qytetarët dojnë me ditë premtime lidhur me atë se ku keni me ndërtu banesa, ku lagje luksoze, ku keni me pas sa kat ndërtesa e sa parkingje. Prandaj po du planin për 4 vitet e ardhshme, po fillojmë prej teje, Bilal. Për herë të parë, pra Komunën e Tetovës pas 10 viteve ka nisur përpilimin e planit general urbanistik. Për të informuar opinioni kosovar, në Tetov, në Maqedoninë të Veriut nuk ka plane zhvillimore, por planifikimi urban bëhet përmes planit general dhe planeve detale. Pra 20 vite BDI premtoi dhe nuk bëri plan general apo zhvillimor për Tetovën, ne veç më kemi kontraktuar një institut me renome ndërkombëtare siç është INSI nga Kosova, kemi siguruar edhe financim dhe po përpilohet plani general për Tetovën. Tetova në mandatin tim do të vazhdoj të ndërtohet me plan zhvillimor, me plan urban, në bazë të cilës qytetarët do e dinë se ku dhe çfarë duhet të jetojnë. Ku do të ketë ndërtesa kolektive dhe të larta, ku do të ketë banim individual dhe shtëpi individuale dhe cilën pjesë do të ketë lagje ku do të ketë objekte me interes publik. Këtu dua të gjithashtu të sqaroj që për herë të parë, pra në Komunën e Tetovës është parapa një blok urban, të cilën paraardhësit e mi ja shitën një biznismeni kontrovers serbo-malazes dhe ne aty kemi parapa, kemi pezulluar atë plan urban, atë plan detal dhe kemi parapar një plan të ri në të cilin do të ketë objekte me interes publik, park, shkolla, qerdhe dhe objekte tjera me interes publik. Pra për herë të parë në Tetov ne po përpilojmë plani urbanistike për qendrën e Tetovës dhe për 4 bloqe urbane nga qendra drejt stadiumit të qytetit, ku veçma është kontraktuar kompania që përpilon planet urbanistike dhe jemi në fazën përfundimtare të përpilimit. Me këtë, leqe qendrën e Tetovës që paraardhësit e mi e lanë në një gjendje të mjerueshme si do kisha thënë një geto, ne po e zhvillojmë në një qendër të zhvilluar urbane. Ne me këtë do të arrijmë që edhe të depërtojmë edhe segmentin e fundit të bulevardit Ilinden nga qendra deri në stadiumin e qytetit. Pra, në mandatin tim Tetova do të zhvilloj projekte kapitale dhe përfundimisht do të jetë një qytet i urbanizuar. Sa kat është vizioni yt? Po e kuptoj që ka me u bo plani, po njerëz dojnë me ditë për vizionin tanë urbanistik, maksimumi sa kat keme leju me u ndërtu në Tetovë? Ajo është në bazë të destinimeve dhe në bazë të zonave. Sigurisht që në zonën qendrore ku interesimi është më shumë që të ndërtohet banesa edhe ndërtesa shumë katëshe, po në Tetovë për momentin në Tetovë në bazë të gjitha parashikimeve ndërtimet më të larta që parashihen 15 kate. 15 kate. Edhe këtë do të lejonin qendër. A do të amani ju që të vizion që parashijet, a do të amani? Patjetër, sepse kjo është pjesë e planit general dhe planeve detale të cilet janë në përpilim e sipër. Mirë, çdo kënd në Kosovë, krejt kandidati kemi pyet, ç't pyetje po ju pyes edhe juve. A keni ndaj ndërtues që ta finanson fushatën? Ne kemi shumë individ dhe bizneset të cilat konform ligjit na përkrahin dhe financojnë kampanjën. A janë ndërtues ata na njëri për ty? Po mund të jenë të gjitha profileve dhe ne nuk kemi ndonjë ndarje të tyre dhe nuk kemi ndonjë analizë. Bilal, a ke ndërtues, njerëz që po kandidojnë si këshilltar në Asamblenë Kombëtare? Atë që kam informat nuk kam të tillë. Okej. Shkojmë tutje Bajram. Vetëm një replik, ju lutem. Vetëm pak, Bajram, replikën e merr masi që të ma tregojsh planin urban, me një herë tipet fjala. Në rend parë, lutem kallëzon për 4 vitet e ardhshme, AKI-ja ku mendon me ndërtu, qysh mendon me e bo planin urban? Kështu e para, doja që të tregoj se kundër kandidati im para 4 vitesh i premtoi tetovarëve, ju premtoi që do e sjell planin general urbanistik. Për fat keq është edhe ky një premtim i parealizuar. Do me thënë, plani jonë është që brenda 2 vitesh të përpilohet dhe miratohet plani general urbanistik i Tetovës, i cili do e definoj edhe zhvillimin nga të gjitha anët e qytetit. Kjo ndërmarrje publike që e përmendëm më herët do jetë ndërmarrje që do përpiloj të gjitha planet detale urbanistike, sepse aktualisht planet detale urbanistike në qytetin tonë nuk i bën komuna, nuk i përpilon komuna, përkundrazi i bën mafia urbane, i bën ndërtuesit, edhe ashtu siç që kujtohet atyre, janë duke ndërtuar qytetin tonë. Ne ju garantojmë tetovarëve se i gjithë qyteti jonë do ndërtohet në bazë planifikimit që do e bëj komuna, do me thënë edhe zgjerimin, ku do mundsohet
që të gjithë investitorët të kenë mundësi të ndërtojnë fabrika, të ndërtojnë kapacitete prodhuese, që t'ju garantojnë një të ardhme më të mirë tetovarëve dhe sidomos rinisë që aktualisht vetëm shpëtim e shohin vetëm migrimin. Ne do të përpilojmë të gjitha planet detale për fshatrat, fatkeqësisht udhëheqësia aktuale nuk e ka sjell as edhe një të vetëm, paramendoni pjesa dërmuese e qytetit ton është duke u ndërtuar në mënyrë kaotike, as edhe një plan të vetëm nuk e ka miratuar komunën këtë mandat. Gjitha planet detale urbanistike janë miratuar konform nevojave të ndërtuesve. Është duke ndodhur një katrahur e vërtet, si asnjëherë më parë, me ndërtime shumë katëshe, me ndërtime pa leje, me ndërtime domethënë jashtë çdo kornize ligjore, me ndërtime të egra që janë duke ndodhur mu në qendër të Tetovës, pa llogaritur kapacitetet edhe të parkingjeve, edhe të hyrje-daljeve, edhe kapacitetet të infrastrukturës tjetër që është e nevojshme për ato pjesë të qytetit, domethënë si asnjëherë më parë Tetova po ndërtohet në mënyrë kaotike. Bajram, e kuptova që për 2 vjet e premtove planin urbanistik, por nuk më kallëzove sa katë maksimum do të lejojsh në vizionin tënë politik, sa katë menon që është maksimumi në Tetovë. Këtë duhet determinoj, domethënë, studimi që do bëhet me planin general urbanistik, këtë nuk mund të them unë, këtë duhet thonë ekspertët. Ne e para është që nuk do lejojmë ndërtimet, do ta heqim presionin e ndërtuesve që është duke ndodhur në qendër të qytetit, do vazhdojë ndërtimi domethënë në pjesët periferike, sepse pjesa e qendrore e qytetit nuk ka kapacitet as për lëvizjen e qytetarëve dhe të makinave që aktualisht është duke ndodhur një kaos i vërtet në komunikacion, dhe sigurisht që mënyrën dhe atë se sa ka duhet ndërtohet, duhet determinojnë ekspertët në bazë të destinimeve, në bazë të planeve detale që do përpilohen konform nevojave të zonave dhe konform nevojave të qytetarëve. Mira, kena i donator i cili është ndërtues e po e finanson partinë tënde apo është kandidat për asam? Absolutisht jo. Jo. Mirë. Bilal, a ke replikën këtë? Kërkoj falje, dezinformim shumë i ullot. Në ta pjesë ata që ja kanë përgatitur për sot, a ka plan urbanistik në fshatin Gjepqisht dhe kur është miratuar ai plan urbanistik. Në fazën përfundimtare janë edhe planet urbanistike për Porojnë, Reqicën e vogël dhe Reqicën e madhe. Sa i përket plani general urbanistik, 4 vite, nga 4 vite, 3 vite kam bashkëqeverisur ku në qeveri ka qenë edhe partia e tij bashkë me LSDM-an. Pas ju mora vesh me Ministrinë e Transportit për kofinansim 50% të planit general urbanistik me urdhër të shefit të tij Artan Grubi, Ministri i Transportit u detyrua që atë marrëveshje ta ndërpres dhe duhet të vi të gjej donator privat që ta financoj planin general urbanistik. Sot plani general urbanistik përpilohet, sot plani general urbanistik ka kurrizën financiare dhe nuk mund të premtohet diçka që është duke përpiluar. Bajram, ke ma shumë kohë dhe ti. E para, unë nuk kam shef, e dyta absolutisht nuk është e vërtet, sepse 1 vjet e gjysmë janë këta në pushtet, një periudhë kohore ka qenë edhe zoti Kasami pjesë e qeverisë, dhe e dyta, kjo nuk është absolutisht e vërtet që ka pasur mosmarrveshje apo pengesa nga ana e qeverisë, sepse aktualisht shefi i tij, domethënë njeriu që vjen në Tetovë dhe nuk e lën të flas kundër kandidatin tim, ka mundur që për 1 vjet e gjysmë t'i ndihmoj. Apo më mirë thënë, në Tetovë nuk vendosen zoti Kasami, po vendosen shefi i tij Adnan Azizi, i cili po menaxhon të gjitha ndërtimet bashkë me një klik shumë të vogël njerëzish që vetëm përfitimet personale i shohin jashtë çdo norme ligjore të ndërtimit në Tetovë. Eta nuk u përgjigj pyetjen a ka Gjepqishti plan urbanistik. Plani urbanistik i Gjepqishtit është përpiluar në mandatin e kaluar, vetëm është miratuar në këtë mandat. Do me thënë, as edhe një plan të vetëm, këto nuk kanë që e kanë nisur dhe e kanë përpiluar vetë. Përsëri dezinformon. Po si do qoftë. Pse është dezinformat kjo? Sepse plani për Gjepqishtin është përpiluar dhe është miratuar në mandatin tim. Mirë, Bilal, a kisha me të lutë, për shkak se Adnan Azizin e përmeni Bajrami, e nuk e kemi këtu, a i ka drejt me dhonë anën e ti, po a i din kush është për këndë është fjala, nuk përgjisht për te? Atë që e din më mirë edhe Bajrami, edhe
Artan Grubi që është në listë të zezë amerikane, se cilën pozitë dhe cilin ndikime ka pas në BDI, tash për të balansuar çështjet nxjerrin një emër që s'ka të bëj as pak. Nuk mund të barazohet Artan Grubi. Edhe Artan Grubi, më fal, masi s'është këtu. Unë mas pari ju kisha lutë, mos më përmend. Artan Grubi edhe nuk mund të jetë sepse kërkohet nga drejtësia. Mirë, po ata që po i përmeni kanë drejt të përgjigjes edhe të mbrojtjes. Nëse nuk Jeta janë nuk mund të përgjigjet sepse kërkohet nga drejtësia. Ai duhet të përgjigjet para drejtësisë, para pastaj përgjigjet e ju. Bajram, çka ke me thonë për akuzat për Grubin? Skuzon të flasë. Jo, kush absolutisht nuk kemi Sepse asnjë s'është ferme për lidhshmëri. mene, mos m'ia dhon rastin me fol. Jo, absolutisht asnjë lidhshmëri, unë nuk kam personalisht asnjë përgjegjësi për veprimet individuale të disa njerëzve, por t'jeni sigurt se as edhe në periudhën e ardhshme unë nuk do ndikohem absolutisht nga asnjë politik apo parti politike. Veprimi im në komunën e Tetovës do jetë profesional, do jetë menaxherial dhe nuk do ketë asnjë ndikim politik në vendimarrjen tonë. Një çështje që na e ka ngritur qytetarët, që po duj ju më fokusu në pyetje që kemi marrë prej tetovalive, që është trotuarët janë të uzurpuar. Nuk ka shumë hapësira me hec, ka pak hapësira gjelbërta. Çka do të bëni deri tash folëm për ndërtesa, çka do të bëni për mirëqenien e këmbësorëve? Po fillojmë me juve, zëni Rexhepi. Po, ajo që ishte një shtek bicikletash në mandatin e kaluar që është ndërtuar, sa po erdhën këto e prishën dhe nuk ndërtuan as edhe një shtek të ri për lëvizjen e lirë të biciklistëve dhe sidomos aktualisht është shumë në Tetov janë duke u përdorur shumë edhe trotinetet. Ne i garantojmë tetovarëve se do ndërtojmë një shtek bicikletash në për të gjitha rrugët e Tetovës, do çlirohen të gjitha trotuaret, do ketë një mundësi shumë të lirë për qarkullim në për të gjitha ato pjesë ku nuk mund të lëvizet me makina dhe të jenë të sigurt të gjitha ato përdorues të këtyre mjetëve se do lëvizin të lirshëm në mandatin e ardhshëm. Masi jeni këtu, rruga ku janë kaldrëmat në Zhurqin, 185 dhe 186, çka do të bëni lidhur me çët rrugë në cilën na kanë qenë pyetje? A e dini për cilën rrugë Bajram po flasim? Jo, nuk e di. Jo, okej. Që janë nxjerr kaldrëmat. Ndoshta Bilal ti mund na tregosh çka do të bëni. Jeta këtu është, prandaj them, fatkeqësisht kundër kandidati është si Liza në botën e çuditërave. Është po ajo rrugë që ai deshi ta keq përdor, rrugë që rikonstruohet, para 2 ditëve deshi ta keq përdor, dërgoi një ekskavator aty për të intervenuar dhe për të marrë vota. Rruga në të cilën ai ka dalë para disa ditëve për rruga që është në konstruim e sipër për të kërkuar vota duke shfrytzuar momentin në të cilën gjendet ajo rrugë. Rrugë e cila dy krata asaj rruge vetëm janë asfaltuar. Nga dje, ata rrugë janë asfaltuar. Kjo rrugë kryesore duhet të ndrohet, të zvencohet edhe gypi kryesor i furnizimit me ujë të pishëm për Tetovën që të mund të asfaltojmë atë rrugë. Pra, ne po riparojmë dhe ne po ndërtojmë atë që këto se ndërtuan për 20 vite dhe edhe një herë. Bilal, çka i thua akuzave që gjatë zgjedhjeve? Po nuk e din se çfarë kërkon këto zgjedhje dhe çfarë ofron qytetarëve. Mirë, a u dersh gjatë zgjedhjeve me u riparu çaj rruga? Jo, kjo rrugë ka nis shumë herët të riparohet, po përsëri, për shkak se infrastrukturën nëntoksore, un kam studim për furnizim me ujë të pishëm Tetovës, në studim, po del që ai gyp kryesor që është instaluar aty para 50 viteve, duhet të riparohet dhe ne duhet ta riparojmë gypin kryesor që pastaj të asfaltojmë rrugën. Çka po premton për trotuar? Çka po premton për hapësira gjelbërta? Vetëm një replikë se ka minutën e vet, mos ta shijoni, sa i përket trotuareve, një ndër shenjat njohëse të qeverisë sime 4 vjeçare ka qenë lirimi hapësirave publike. Lufta ime me uzurpatorët ka qenë shenja njohëse. Fatkeqësisht po them, lokalin apo shtabin që e kanë në qendër, ju ka dhënë një biznesmen i cili më herët më ka përkrahur mua, vetëm për shkak se ja largova terasën që e kishte në gjelbrim. Ja largova, ai sot ka kaluar në anën tjetër dhe atë lokal ju ka dhënë për shtab këtyre. Në atë lokal, kur e hapën atë lokal, e dëmtuan gjelbrimin i cili ishte, më thonë, futur aty. Pra, ne i kemi larguar gjitha objektet që s'ke largu. A ke terasë që s'ke largu edhe keme largu mandatin e ardhshëm?
Sigurisht që bëhet fjalë për leje të cilat jepen për terasa apo objekte të përkohshme në bazë jetore. Nuk ka terasa në Tetovë të cilat janë pa leje. Gjithë ata të cilat kanë qenë pa leje, objekte janë larguar dhe në mandatin e ardhshëm do vazhdojmë këtë betejë. Por atje njohin tetovarët që shenja njose e mandatit tim ka qenë pra ballafaqimi me uzurpatorët dhe të vetmit të cilët mund të i përkrajnë këta janë ata të cilëve u kanë premtuar se do t'i kthejnë ata objekte. E para nuk është e vërtet që ne kemi dërguar, domethënë është një gënjeshër monstruoze, ata kanë dalur qytetarët vetë ta ndërtojnë, unë nuk i di me emra, po absolutisht nuk është e vërtet kjo që thotë se ne i kemi nxjerr. Ato qytetarë janë në gjendje të mjerueshme, tani e kam të qartë për cilën pjesë të qytetit flisni, sepse këta e kanë prishur për një kohë shumë të gjatë, kanë lënë të pandërtuar dhe sigurisht qytetarët do organizohen në mënyrë të vetë dhe do dalin të ndërtojnë ato rrugë. Rruga është të quajtur, unë në shta si tregova, rruga është të quajtur e butiqeve. Jo, ajo rrugë është tjetër që fletë Zoti Kasami, nuk ka lidhje me atë rrugë. E keni ngatruar, do me thënë, është tjetër rrugë. Po këtë që e përmendi në fund, replika ishte për këtë. Okej, faleminderit. Absolutisht e pavërtet është se këto i kanë larguar të gjitha tarasat. Këto po bëjnë një luftë të jashtëzakonshme me njerëzit që mendojnë ndryshe. Mirë, Bajram, cilat janë terasat që janë pa leje e vazhdojnë me qenë pa leje? Të qindra të tilla ka që janë të përkrahasve të tyre. Njerëzit, kjo është një shantazh, kjo është një shantazh, për shembull, restoranet që nuk duhet i përmend me emra se nuk është korekte, restoranet që janë të njerëzve të afërm të tyre në rrugën e Lindenit, në shumë rrugë të tjera, ato nuk i prekin. Këto që mendojnë ndryshe, që nuk janë në anën e tyre, janë duke ju bërë shantazhe të jashtëzakonshme, presione të jashtëzakonshme dhe nuk është e vërtet se i kanë larguar të gjitha, po kjo është një luftë politike që bëhet me njerëzit që nuk mendojnë si ata. Faleminderit. Bilal, restoranet Biliden? Një pyetje që ja parashtrova. Ku e kanë shtabin në lokalin, cilin lokal në qendër të Tetovës dhe është e vërtet se para ati lokali ka pasur teras, është e vërtet se unë e kam larguar, është e vërtet se ati tash ka gjelbrim dhe është e vërtet se aktivistët e kundër kandidatit, kur e kanë hapur atë shtab, e kanë dëmtuar atë gjelbrim, sepse kemi inqizime, video inqizime që është bërë, në tonë hapja shtabit në atë gjelbrim të cilin ne e bëm. Çka kanë dëmtu veç pak, para se me shku tutje për krejt audiencën, çka kanë dëmtu? Kanë dëmtu gjelbrimin, barin të cilin ne e mbollëm, do më thonë larguam terasën, mbollëm bari ati gjelbrim dhe këta në hapja të shtabit e kanë dëmtuar. Dhe kemi inqizime për këtë faktë janë, vete kanë shpërnda, hini në faqen e BD-s, do të shifni se kur e kanë hapur shtabin në Tetovë, në cilin vend dhe ku kanë shkelur ata aktivist. E veç e kanë shkel, a ka najda matë matë? Po mirë bari, sa po e kemi mbjell dhe këta kanë shkel aty dhe është dëmtu, tash duhet përsërin e ta riparojmë. E inspektora keni ju Bilal me që inspektorin? Ka edhe padi edhe për atë. Edhe nga inspektorët komunale dhe inspektorët policor. Sa njerëz janë padi që është kelbori? Jo, është paditur subjekti i cili ka bërë hapje zyrtare të shtabit. Jo, a mund ta mendoni se ajo pjesë është larguar 2 ditë përpara dhe mbas 2 ditësh ka pas gjelbrim. Do me thënë, si mas kësaj logjike, pas 2 ditësh ka qenë e gjelbruar. Ska logjik elementare, mendoj, mos u tallni me inteligencën e tetovarëve se atmeren, kjo është një tmerr i vërtet që ndodh për 2 ditë, ajo pjesë që ka gjelbruar, a ka barë që mbejnë për 2 ditë? Jeta, ju lutem, shifni me çfarë logjike, me çfarë arsyetimesh, me çfarë anomalish po merren këta njerëz. Mbas 2 ditësh, mbasi është mbill bari që ka gjelbruar edhe ne që kemi vendosur aty dhe e kemi prishur. Mendoj, absolutisht edhe logjike elementare më të voglën nuk ka, po këto janë hakmarrës të çuditshëm që ju shkojnë gjitha bizneseve, janë duke ju bërë shantazhe të jashtëzakonshme, por kjo do ju kthehet me 19. Çfarë shantazhe Bajram, po përmend shantazhe, kallzon çfarë shantazhe? Që i largojmë nga hapësirat publike, kjo është shantazh. Të gjitha kompanitë jeta që në këtë periudhë nuk janë me ta, që këto janë duke i evidentuar, ju dërgojnë policin, ju dërgojnë të gjitha inspektoratet, i shantazhojnë, do me thënë, në mënyra të jashtëzakonshme që të mund t'i përfitojnë votat e tyre. Besoni se kemi të evidentuar... Penale Bajram, mirë është me raportu. Po, absolutisht se i kemi evidentuar të gjitha, janë raportuar, disa edhe po i raportojmë në vazhdimsi, sepse kjo është duke ndodhen një luftë e jashtëzakonshme me njerëzit që nuk mendojnë si ata. Bilal. Dezinformim shumë i ullët, edhe njerë unë parashtrova një pyetje.
a kanë shkel në djelbrim aktivistët e kundër kandidatit në kohën e hapjes së shtabit. A ka qenë djelbrim, a s'ka qenë djelbrim, ne kemi foto, video, e kemi të faktuarat dhe sigurisht që ju nëse keni mundësi do mund ta faktoni me dëshmi të cilët i kemi. Bilal, a mund është para se me pyeta kanë shkel? A kanë shkel në djelbrim të cilin ka patur djelbrim, absolutisht e pavërtet është. Bilal, është një akuzë që do me thonë, mes tjerash, për shkak se jeni në qeverisje, po du me adresu që to. A jeni të iqu inspektorat, të mobilizu inspektora ndaj bizneseve që nuk janë përkrahas juj, a jeni të e përdor veglën edhe nivelin qeveritar? Jeta, këta deri tash më akuzojnë me gjithë shka që kanë bërë vetë. Këta kanë shantazhuar bizneset dhe po më akuzojnë se unë po i shantazhuj bizneset. Pastaj, këta më akuzojnë se nuk kam pushtet, sepse pushteti është i dikuj tjetër dhe unë pas kam pushtet për të shantazhuar bizneset. Këto kanë pasur pushtet absolut, pushtetin qendror dhe lokal dhe bizneset sot janë të çliruara. Ne po vazhdojmë të bashkëpunojmë me gjitha ata biznese të cilët kanë ndërtuar në Tetov para se të vinë. Asnjë biznes nuk është i shantazhuar. Ne kemi vazhduar të ndërtojmë. Le të tregoj një biznes që ka ndërtuar para se të vinë dhe nuk ndërton sot në komunën e Tetovës. Vetëm një replik, kandidati VMRO-s është duke akuzu, është duke bërë jashtëzakonisht shumë shpifje në këtë debat. Besoni se... Ka dalë, cili kandidati VMRO-s? Po VMRO-ja po i përkra që në rëndin e parë. Ju e dini që është... Jo, është... Njëkohësisht është edhe kandidati VMRO-s edhe kandidat... Jo, është kandidat edhe i VMRO-s edhe i Vlenit, zoti Kasami. Ka pas periudhë që BDI-a ka qenë me VMRO-në, si këna thonë juve BDI-s kandidat të VMRO-s. Jo, VMRO kur ka qenë BDI-a, asnjëherë nuk ka patur, do me thënë, për kraje për në raundin e parë, gjithmonë kanë patur kandidatet e tyre, përse pari herë... Mirë dhe vetëm jemi të qartë që është kandidat i Vlenit, hajtë. Jo, e kishëm fjallën se janë duke i shfrytzuar të gjitha mekanizmat e pushtetit edhe në të nivelit qendror, dhe këta e bën VMRO DPMN-ja, nuk e bëjnë vetëm këta, edhe mekanizmat e pushtetit lokal me polici, me inspektorate, me të gjitha që shantazhojnë kompanit, shantazhojnë bizneset, shantazhojnë njerëzit, ju bëjnë presionet të jashtëzakonshme në këtë periudhë. Bajram, a ka ndaj kompani që e ka qu rastin gjykat për shkak padrejtësive që ju kanë bërë? Jo, i kanë raportuar të ne dhe ne do i dërgojmë në gjykat, sigurisht. Okej, veç me të kallëzu Bajram, Stevica Sarkoski, kom fol me ta, i VMRO-s, Stevica i VMRO-s, kandidati i VMRO-s ka thonë zvin debat, do me thonë, unë e kom fol me qëta që është i VMRO zyrtarisht. Jo, nuk është e vërtet jetë se aj nuk është kandidati i VMRO DPMN-s, po është kandidati i VMRO Narodna, është tjetër partije. VMRO-n e ka para, mas nej Narodna. Jo, është tjetër partij, s'ka lidhi, janë dy partij të ndryshme, nuk është njëjta partije. Bilal. Jeta, edhe njëherë, po më akuzojnë me mëkatet e tyre. Këta kanë bashkëpunuar hapur me VMRO-n. Në tubimet e tyre ka marrë pjesë Lube Boshkovski, që dyshohet se ka vrarë shqiptar në Luboten, nëna, fëmijë dhe pleq. Në tubimin e tyre në Tetov ka marrë pjesë... Nas jemi këtu për bashkëpunime me nivel qeveritar. Po du me folë për komunë. Jeta, po prandaj them, po më akuzojnë me mëkatet e tyre. Nuk është e vërtet që unë kam përkrahje të VMRO-s. Po sot, një përkrahës i tyre, një portal, po tregon se në tubimin e VMRO-s në Tetov nuk është thirrur në antarësie VMRO-s që të më përkrah mua dhe në tubimin e VMRO-s në Gostivar është thirrur që të përkrahet kandidati i Vlenit. Dhe ai po thot se VMRO-ja nuk përkrah Bilal Kasamin. Tash, le të përcaktohet, VMRO-ja përkrah Bilal Kasamin Tetov apo nuk përkrah? Vetëm një replik. Jo vetëm VMRO-ja që e përkrah kundër kandidatin tim Jeta, po kundër kandidatin tim e përkrah edhe bota serbe. Sepse ku e keni këta leta shefi gjithë opinioni një donacion sërb që po vinë në Tetov. Është një kompani... Vetëm një sekund, vetëm të sqaroj. Keni me qenë kryetar të komunës ku jetojnë edhe sërb, ku jetojnë edhe Maqedon, vetëm një sekund, vetëm një sekund. Kjo është një kompani që paramendoni ka pasur vetëm 20.000 euro qarkullim vjetor dhe ka dhënë një donacion 800.000 euro në Tetov. Do ishte e kuptueshme që ju edhe mos keni besim për këtë, por në momentin që Parlamenti Evropian sjell një rezolut e votuar nga 460
eurodeputet dhe thot se Maqedonia po rrezikohet nga bota serbe. Kjo bëhet më se e kuptueshme pse ndodh ky donacioni serb mu në mes të Tetovës dhe çfarë prapavije të erët mund të ketë ky donacion. Le ta shefi gjithë opinioni se donacioni serb po vjen mu në mes të Tetovës. Kush i mbikëqyr donacionet Maqedoni, inteligjenca financiare o komuna i mbikëqyr? Maqedonin e Veriut. Kush i mbikëqyr donacionet? Jo, varësisht prej destinimit, ku shkojnë ato, në këtë rast i mbikëqyr komuna. Po mirë. Jeta, nëse mundet. A nuk është inteligjenca financiare, Bilal? Jeta, nëse mundet, shkurt. Përsëri, po e përsëri, s'kërkoj falje se ndoshta bëhem banal. Po më akuzojnë me mëkatet e tyre. Shenja njose botës sërbe në Maqedoni është BDI, partia e kundër kandidatit, me Ballkanin e hapur, me sjelljen e Daka Davidović në Tetov. Ata ja dhanë gjysmën e Tetovës Daka Davidovićit për të ndërtuar, për të bë miliona qatë pasuri t'ja lënë kishës sërbe. Në Tetov, me ardhjen time, janë sjell për 4 vite 3 milion euro donacione për ndërtim të rrugëve, për ndërtim të shkollave, për ndërtim të infrastrukturës publike. Nuk jam unë inteligjencë financiare për të konstatuar se kush është pronari një firme të regjistruar në Maqedoni. Për ndryshe, subjektet juridike nuk kanë përkatësi etnike. Subjektet juridike janë firma të regjistruar konformike. Sepse du me dalë të çështja e deponive edhe ajrit të ndotur në Tetov, çështjet e Bërllogut, kisha pas qef me dalë tutje. Tetova akoma nuk ka leje për një fabrik për përpunimin e mbeturinave e hulumtiusit tonë. Në Tetov kanë konstatu se në disa zona të periferisë së qytetit ka deponi që ndotin ambientin. Çka do të bëjë Tetova që t'jetë më e pastër në përgjithësi? Çka o plani i këtyre kundër kandidatëve, të kandidatëve për Tetov me e bo Tetovën më të pastër në gjitha aspektet, edhe çështja e ajrit, edhe e tokës, edhe e ujit. Po fillojmë prej juve, Bajram. Jo. Ajo që u premtua para 4 vitesh nga kundër kandidati jonë për rekonstruimin e kësaj ndërmarrje, jo që nuk u bë, po u bë mënyra më banale e shitjes të shërbimit të mbledhjes së mbeturinave. Kjo është një kontratë skandaloze, e cila është komplet në dëm të qytetarëve. Paramendoni sot kemi mbi 10.000 qytetarë që janë në procedura përmbarimore, e rritën 3 fish çmimin e shërbimit të mbledhjes së mbeturinave, e ndryshuan metodologjinë që absolutisht nuk është normale, që metodologjia aktuale është në bazë të metre katror të banesave dhe jo në bazë të banorëve. Ne zotohemi se këtë ndërmarrje, këtë marrëveshje do e prishim, ne do e kthejmë në të mirë të qytetarëve, do i ulim çmimet, do e ndryshojmë metodologjinë dhe sigurisht që Tetova do bëhet një qytet i pastër. Ne zotohemi se do mbjellim për 4 vite rreth 10.000 fidane të reja në qytetin tonë, do bëjmë të gjitha procedurat e nevojshme që të krijojmë një akselerator të ri, që të mund të bëhet edhe riciklimi i mbeturinave që aktualisht është në dorë të një operatori privat. Paramendoni me këtë kontratë jeta diku rreth 99% e të hyrave nga qytetarët shkon te operatori privat, vetëm 1% është për komunën e Tetovës dhe kjo është një masakër e vërtet që ka ndodhur me këtë shërbim në kuadër të qytetit tonë. Fatkeqësisht, qyteti nuk është më i pastër, qyteti nuk është duke u pastruar si duhet, pjesa dërmuese e malësisë së Tetovës akoma nuk mblidhen mbeturinat, do me thënë, paramendoni brenda Parkut Nacional të Malit Sharp, kemi disa fshatra ku komuna e Tetovës nuk ka kapacitet të mbledh mbeturinat, me një fjalë të themi se udhëheqësia aktuale tregoi paaftësi në menaxhimin e të gjitha aspekteve të komunës, po sidomos të shërbimeve publike, dhe ato shitën gjithçka që kanë mundur të shesen dhe u dërguan në dorët e kompanive private që të mund ato të kenë përfitime enorme dhe këto të shkojnë në shpinën në kurisë të qytetarëve të Tetovës aktualisht. Bilal. Ma mirë se kundër kandidati e din tetovarët që pika më ndritshme e mandatit tim 4 vjeçar ka qenë menaxhimi me mbeturinat dhe me pastërtinë e qytetit dhe shërbimet që ofron komuna përmes ndërmarrjeve komunale. E gjetëm ndërmarrjen komunale në një gjendje të mjerueshme me 10 milion euro borxh, me 3-4 rroga të prapambetura të më shumë se 300 punëtorëve, pa sigurim social, pa asnjë pagesë të kontributeve dhe asgjë, domethënë që për të pasur një jetë dinjitoze. E ristrukturuam
ma të ndërmarrje, sot kemi 3 ndërmarrje, një për pastrimin e hapësirave publike dhe gjelbrimit, ku për herë të parë në Tetov lahen rrugët e Tetovës. Nuk e di Prishtina a ka mekanizma për të la rrugët, po Tetova çdo mbrëmje lan bulevardet kryesore. Tetova çdo mbrëmje pastrojnë rrugët e Tetovës dhe kemi një ndërmarrje për furnizim me ujë, e cila tani më në mandatin tim po furnizon edhe lagjet më të larta të qytetit. Për herë të parë pra furnizohet lagja 146 që nuk ka pasur sistem të furnizimit me ujë. Për herë të parë në mandatin tim, ndërmarrja publike e menaxhimit me ujin e pishëm ka një plan konkret për furnizim të çdo cepi të Tetovës me ujë të pishëm. Për herë të parë. Nëse s'kan ata uja, pe premton ujin në qeshme për ta ujin e pijes në mandatin e ardhshëm apo jo? Në këtë mandat e kemi realizuar atë. Atë që këto nuk e realizuan, ne kemi realizuar pra në lagje 146 që njëci rrugë e UÇK-s sot po instalohet pra uji i pishëm sepse nuk ka Por ka lagje që ka vende që s'kan ujë të pijes. Aty është duke u instaluar sepse aty janë 3000 familje. Pra ne kemi sjell ujin dhe tash po bëjmë kyçjet. Po bëjmë kyçjet. Dhe sigurisht që në mandatin ton arritëm të sjellim një operator privat nga Austria për menaxhim me mbeturinat, i cili ka bërë ristrukturimin total të kësaj ndërmarrje. Nga 400 kontener të shkatruar, ne kemi sjell 800 kontener të ri që Tetova është model për gjithë qytetet tjera. Ne kemi arritur të sjellim makineri të ndryshme, kamion dhe adresoma ku sa po paguën qytetarit Tetovës për ç'është shërbim? Sa po pagun në euro, këthena që me kuptu gjithë? Qytetarit Tetovës nuk pagun as një cent më shumë se që është dashur të paguajnë në mandatin e tyre. Por, e njëjta nuk kemi bërë rritje të çmimit. Më thënë, vetëm është ndryshuar me metodologjia që nga për kokë banori, tani më kalkulimi bëhet për metër katror, sepse vlerësojmë se kjo është me drejt për saj për këtë aspekti social. Kjo është një gënjeshtër e pastër, shifes se çfarë ju premtoi tetovarëve para 4 vitesh, do me thënë sistematizimin e ndërmarrjes publike dhe i gënjeu, do me thënë, jo që nuk e bëri këtë, po e shiti, e ndryshoi metodologjinë, i ndryshoi çmimet dhe sot të gjithë tetovarët paguajnë 3 fish më shumë, çmim më të lartë të mbeturinave se sa që ishte paraprakisht. Këto tetovarët e din gjithë ka mbi 10.000 familje që janë në procedura përmbarimore aktualisht dhe nuk është e vërtet që çmimi nuk është rritur. Nëse këto pretendojnë t'i gënjejnë, tetovarët do ballafaqohen me 19 tetor ku do e marrin edhe ata që e meritojnë. Faleminderit. Jeta edhe një herë, mu vjen keq se kundër kandidati po flet për tema të cilat nuk është kompetent, nuk e kanë përgatitur mirë, edhe një herë, tetovarët e din shumë mirë se si ka qenë veçanërisht ata 300 punëtor të cilat në mandatet e tyre të pararëses së tij, të shefes së tij, nuk merrnin rroga në rregull dhe sot që të 3 ndërmarrjet e dalë nga ndërmarrja komunale e Tetovës, pra ndërmarrja publike për menaxhim hapësirat publike dhe gjelbrimin, ndërmarrja publike Shari dhe ndërmarrja privato publike Sabërmaher, sot në çdo muaj japin rroga për punëtorët dhe kanë kushte krejtësisht tjera dhe shumë më të mira se sa që i kanë pasur. Ju lutem, mund të sqaroni këtë kur e thoni se nuk ju kuptova, se edhe nuk kuptoheni kur flisni. Kush është shefja ime se nuk e kuptova këtë? Aty shërbier para se të vi unë në komunë të Tetovës. Absolutisht e pavërtet. Kjo është një gënjeshtat monstruoze jeta, se unë asnjëherë nuk kam qenë i punësuar në komunë, asnjë lidhje nuk kam patur me komunën. Unë kam qenë këshilltar në mandatin 2013-2017, kemi pasur shumë mos pajtime me udhëheqësinë e atëhershme aktuale, kemi pasur shumë gjërat për të cilat nuk kemi pajtuar, edhe unë në vitin 2017 jam larguar nga Këshilli Komunal i Tetovës dhe nuk kam pasur asnjë lidhshmëri me udhëheqësinë e kaluar. Kjo është një shpifje monstruoze që është duke u bërë, edhe duhet ta dini që domethënë 2017 verdiktin e dhanë qytetarët për atë periudhë kohore, ku humbi zoti Kasami në zgjedhje, e dhanë edhe në vitin 2021 duke i mashtruar qytetarët, duke u premtuar gjithçka, duke mos realizuar as edhe një premtim të vetëm që atëherë dha, dhe këto janë shpifje monstruoze të cilët do duhet qytetarët e Tetovës t'i kuptojnë. Është kjo distancim nga qeverisja 2 mandatet e U-tarifit? Absolutisht po. Unë nuk kam asnjë përgjegjësi, as institucionale, as edhe lidhje që të më lidh mua me atë mandat. Më vjen mirë sepse në debatet paraprak ka tentuar që të mbroj dështimin e 2 mandatet të U-tarifit. Nuk ka qenë absolutisht qytetarët në vitin 2017 dhanë verdiktin e tyre, ku zoti Kasami i humbi zgjedhjet, edhe në vitin 2021 dhanë
verdiktin për atë periudhë kohore, po tani në këto zgjedhje do japin verdiktin për të gjithë këtë mashtrim, për të gjithë këtë gënjeshtër paraelektorale që ju e dhatë në vitin 2021, as edhe një premtim të vetëm të realizuar nga ajo që ju dhanë tetovarëve si premtime paraelektorale në atë periudhë. Për disa pyetje që kanë të bëjnë me numra edhe përgjigjet shkurta po jo, më intereson Vetëm edhe doja edhe një replikë se u përmendën disa gjëra, do me thënë puna e ujësillësit. Këtë e premtoi zoti Kasami para 4 vitesh, absolutisht nuk është e realizuar, të gjitha këto projekte që janë duke folur janë ndërtuar më herët, ka bërë vetëm disa kyçe shumë të thjeshtë. Jemi duke folur për menaxhimin e ujit të pishëm, por fatkeqësia më e madhe është që ta dinë të gjithë tetovarët, se ato kanë përgatitur edhe shitjen e shërbimit të ujit të pishëm. Ajo ka qenë një vendim që është dashur të sjellet në mandatin e kaluar, ka pas kundërshtime nga shumë këshilltar, prandaj edhe nuk ka mundur ta miratojnë, po e kanë planifikuar edhe shitjen e ujit të pishëm, që do ishte një skandal i madh për të komunën. Jeta, përsëri më vjen keq se nuk e kanë informuar mirë. Kur e kanë përgatitur për emision, e kanë përgatitur shumë keq. Me ligj në Maqedoni është e ndaluar shitja e ujit të pishëm. Është dashur që këtë informat themelore me ja dhanë, sepse po e shoh që po vazhdojnë të dezinformojnë tetovarët. Uji i pishëm nuk shitet. Pik. Sa i përket asaj që prezanton... E paguhet shërbimi? Sigurisht paguhet ndërmarrjes publike dhe do vazhdojnë të paguhet ndërmarrjes publike për shërbimin që jo asjelin tetovarët. Apo e shet, po mduket që vetëm çapo kuptoj, apo ja shet ndërmarrjen publike ndonjë privatit? Nuk mundet, pra ndërmarrja publike për furnizim me ujë nuk mund të shitet. Uji i pishëm është i obliguar të furnizohet dhe të si shërbim të jepet nga ndërmarrje publike komunale. Prandaj po them edhe një herë. Vetëm një replikë Bilal, veç pak. Të cilat i kanë bërë në... E din, po kry replika jote, urna. Ndëgjo, e para njëherë nuk më ka përgatitur askush. Unë di çdo detaj, kam njohuri për çdo procedurë. Ashtu si e din të Gjurgjeni ku është. Ashtu si e din të ku është Gjurgjeni. Absolutisht nuk është e vërtet, ja edhe marrëveshje që këto e kanë patur në Këshillin Komunal që e kanë propozuar për shitjen e ujit të pishëm. Kjo është marrëveshje e dalur nga organet komunale të Tetovës që kanë planifikuar ta miratojnë gjatë mandatit të kaluar në Këshillin Komunal të Tetovës, nuk kanë arritur. Flasim me fakte, do me thënë flasim me të gjitha argumentet e nevojshme të cilat kanë qenë në qarkullim në kuluaret e komunës. Për herë të parë në një periudhë 4 vjeçare, po instalohet gypi i ri i furnizimit me ujë të pishëm nga rezervuari kryesor afër lisecit deri poshtë, nga filtr stacioni deri tek rezervuari poshtë. Për herë të parë një lagje e tërë, pra jashtë Vardarit, po ka instalim të ujit të pishëm nga investim i komunës. Për herë të parë po ndrohet rjeti i furnizimit me ujë primar dhe sekondar në gjithë qytetin dhe Tetova ka furnizim të rregullt me ujë të pishëm. Prandaj edhe një herë po them, të cilën e kanë përgatitur, është e pavërtet Jeta komplet se as edhe një investim i vetëm nuk është bërë në ndrimin e rjetit të ujësillësit në Tetovë. Për projektin që është duke folur zotëriu këtu, ta dini se është duke ndërtuar një kompleks banesor jashtëzakonisht jashtë çdo norme ligjore në kuadër të Teteksit, do me thënë të kompleksit të Teteksit, edhe përflitet ka shumë. Doja të parashtroj këtë pyetje se njerëz të afërm të tyre janë duke ndërtuar atje dhe këto ujësillës po e dërgojnë pikërisht për nevojat e atyre ndërtuesve që janë duke uzurpuar hapësirat publike dhe janë duke bërë një masakër urbane. Vërtet më vjen keq se është jashtë realitetit. Edhe atë din çdo banor, bile edhe aktivistët të tyre që kanë qenë funksionar në lagjen jashtë Vardarit, se ndoshta se din edhe ku është ajo lagje, sot po instalohet rjeti i ri që s'ka pasur për herë të parë, unë instaloj në një lagje të tërë rjet modern të furnizimit me ujë të pishëm. Është komplet tjetër lokacioni që përmenden pra kundër kandidati. Edhe një herë më vjen keq se nuk e kanë përgatitur mirë. Tetovën duhet ta duash, ta njohësh dhe të jetosh. Se cili o përgatitur ç'dën, kallzom sa çerdhe kemi i hap mandatin e ardhshëm. Sa çerdhe. Po edhe këtu për herë të parë në mandatin tim. Për herë të parë në mandatin tim është hapur çerdhe. Unë nëse
nëse them Sa i se... ki hapën të kalum, qëtash? Po, është hapër një qerdhe e cila ka kapacitet dikund 130 fëmijë të Sa pranoj. tjera kemi bo 4 viti Po tashme? tash duhet të rikonstruojnë qerdhet aktuale dhe ne po punojmë. Sa kemi ristrukturu? Po gjitha qerdhet e Tetovës, të cilat janë 3 qerdhe, të cilat kanë nevojë për rikonstruim, dhe atë kemi në program të rikonstruim nga themeli. Çka do të bësh me shkolla, sa i përket infrastrukturës arsimore? Ashtu siç e përmendat, pra edhe për qerdhet, edhe për shkollat, ne kemi një strategji me të cilën parashifet për momentin veçmu ka nisur ndërtimi i 2 objekteve të shkollave të mesme. Ne këtë që e premtojmë, ne veçmu jemi një pjesë duke e realizuar. Për herë të parë pra po ndërton njëjtën kohë 2 objekte të shkollave të mesme. Sa sallat sporteve kemi? Më thonë, tash, do ndërtojnë 2 shkolla të mesme, do ndërtojnë 3 objekte të shkollave fillore, do ndërtojnë edhe 2 pishina plus një që është ndërtuar, do ndërtojnë 6 salla sportive, pra Tetova në mandatin tim do të ketë kushte jo vetëm për mësim teorik, por edhe kushte praktike për mësim kabinetik, edhe për aktivitetet sportit fizik. Bajram, veç pak, para replikës, të lutëm veç kallëzëm njerë, sa qerdhe keme ndërtu? Jo, vetëm kështu, ne do ndërtojmë 3 qerdhe, kemi lokacionet të caktuara, po e pavërtet, absolutisht, se është një mashtrim i llojit të vetë kjo që jemi duke dëgjuar. Do me thënë, kjo nuk është një gënjeshtër, nuk është një politik me gënjeshtëra, është një gënjeshtër e plot që pak ka politik. E sa shkolla kemi ndërtu? Qerdhen që përmendën zotriu absolutisht nuk ka as edhe një merit më të vogël, bëhet fjalë për një qerdhe të ndërtuar në mandatin e kaluar, këto vetëm kanë shkuar e kanë presh shiritin, do me thënë as edhe një merit më të vogël. Ne do ndërtojmë 3 qerdhe. E ju sa shkolla përveç qerdhem the 3, sa shkolla 3? Vetëm do doja replik njerë, pastaj do përgjigjem. Jo bre, Bajram, mune s'po muj me marë premtimin e juj, prit njerë kohën për replik. Sa shkolla 3? Do me thënë, ne planifikojmë të ndërtojmë një shkollë të re në lagjen Dardania, edhe kjo do jetë e vetme, sepse për shkollë tjetër nuk ka nevojë, sepse këta i mbyllën 2 shkolla më pak kemi aktualisht në Tetovë, dhe kemi një shkollë të rënuar, të prishur, do me thënë, premtua ndërtimin e shumë shkollave, që nuk ndërtuan as edhe një të vetme. E sa fusha sportit? Fushat sportit do ndërtojmë edhe 3 salla sportive, i kemi edhe 3 qerdhe të cilët lokacionet i kemi paracaktuar, paraprakisht, do me thënë, një në Çarshit të Epërme, një në Poroj, një në Reçis. Sa pishina nëse mendoni që ka nevojë? Jo, pishinat, këto që i përmendën absolutisht nuk është e vërtet, sepse këto i premtuan edhe në mandatin e kaluar, jo që nuk ndërtuan as edhe një të vetme. Edhe aktualen që është në Tetovë ndërtuar, ato nuk janë gjendje ta mirëmbajnë. Jo që nuk ndërtuan as edhe një sallë të vetme. E me juve në pushtet? Ne ndërtuar të gjitha sallat në mandatet e kaluara, janë ndërtuar të gjitha sallat sportive në komunën e Tetovës. Aktualisht këto nuk i mirëmbajnë edhe ato që janë ekzistuesit. Paramendoni kemi një sallë të shkolla fillore në fshatin Poroj që nuk është e hapur për shumë kohë, sepse këto nuk janë të afta ti menaxhojnë ato salla jetë. Jemi në fund të emisionit. Unë nuk muj pa ju pyet sa gra nudheci, vetëm pak. Jo, vetëm doja edhe një... Sa gra nudheci, unë kom që fund me marë, sa gra nudheci kemi i zgjedh, me i emëru, nëse të dytë, bohën e kryetar, po një herë e kërkove replikën, pastaj përgjigjmu për gra. Jeta edhe një herë, përsëri po them, më vjen keq se kundër kandidati nuk ja ka idenë. Në marrëveshje, pra Ministria e Arsimit, ka të siguruar grant, në fakt kredit, nga banka botërore për ndërtimin e sallave sportive, nga e cila 6 salla janë të para për Tetovën. Dhe po premton 3 salla sepse nuk e din se çfarë dhe si. Prandaj ne po premtojmë diçka që kemi veç më të siguruar konstruksion financiar. Kallëzëm ti mu sa gra keme emru në pozita udhëhecëse, veç pak ta marr numrin mandej. Për momentin në shkollat e Tetovës gati shumicën e drejtorëve janë... Jo në shkolla, në komunë. Po në komunë tash në sektor të ndryshëm, shumicën e sektorëve gati janë drejtues janë gra. Pra aty sektorët janë në ndërmarrje publike, nuk drejtorit e komunës? Po drejtorit ato janë, më thënë ndërmarrjet publike nuk është që ka ndonjë gatishmëri në ndërmarrje publike komunale që një grua të udhëheq. Pra në sektorët dhe në për shkolla ku ka interesim nga gratë për të udhëhequr, shumica udhëheqen nga gratë. Vetëm një replikë, Artën, dhe jo, jeta më falë. Se do me thënë është një manipulim ekstrem që është duke ndodhur, se më fajson për gjithë shka nuk të kanë përgatitur, nuk e ke një urit. Kjo është udhëheqësia më e paaftë që ka patur komuna e Tetovës në këto 35 vite të pluralizmit tonë politik. Sa gra drejtoresha kemi? Kjo është
udhëheqësia më e korruptuar, më e kriminalizuar që ka parë Tetova ndonjëherë dhe mundohen që këtë pa aftësi gjithmonë ta kompenzojnë me sulme të padrejta. Unë kam njohuri për të gjitha procedurat ligjore, për gjithë shka që duhet të ndodhë në komunë dhe absolutisht. Sa gra do t'i emroni nëse boni kryetar? Gjysëm për gjysëm. Une jeta e kam dëshmuar në të kaluarën në një ndërmarrje ku kam menaxhuar unë nga 8 sektor kanë qenë 6 gra edhe 2 burra. Aktualisht në komunën e Tetovës ka vetëm 1 grua udhëheqës sektori, asnjë drejtor grua nuk ka, as edhe 1 udhëheqëse të vetme grua nuk ka në ata. Gjitha janë burra. U përmene Bilal. Edhe njëherë vjen keq që gara nuk është e barabartë, kemi një kandidat që ka punuar dhe këtë po e vlerësojnë tetovarët, që ka përgatitur jo program, por strategji për çdo fushë në bazë cilës do të ecë, dhe kemi një kandidat i cili ende nuk ja ka prezantuar Tetovës me 2 universitete, cili është programi i tij për Tetovën. Absolutisht e pavërtet, në programin e kemi prezentuar, ka qasje çdo qytetar që ta shef, kjo është një manipulim ekstrem që është duke ndodhur, ne kemi për çdo aspekt zhvillimor të Tetovës strategji, kemi plane konkrete, projekte konkrete dhe gjithë shka do bëhet në bazë të asaj. Nuk do jetë një manipulim, ashtu siç ishte manipulimi i tyre, sepse këto përpara se të ofrojnë një program zhvillimor për 4 vitet të ardhshme, duhet të japin llogari pse nuk realizuan as edhe një të vetëm gjatë mandatit të kaluar. Unë në 4 vite e din tetovarët, prandaj me 19 tetore din se Unë ju falenderoj që përkundër kritikave, ju jeni megjithatë njerëz që ballafaqonin publik. Kjo është niveli demokracisë që po e kallëzojnë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, ku jo shumë kandidat ballafaqohen me njëri tjetrin. Unë me të vërtet jam e gëzuar sot që mri me bë debat të Tetovës edhe i ftoj tetovarët me dalë me votu në ditën e votimit. Ishin 6 kandidat në këtë komunë, prej tyre 6 kandidatëve 2 shqiptarë të cilët ishin debat, tjerët i kemi ftu, por nuk kanë marrë pjesë. Kaq prej debatit të Tetovës për sonte, natën e mirë.